janë vargu i atyre njerëzve që para 10 viteve andej i kanë dhonë Molla Jakupit tanë edhe Molla Hasanit qëtër kuj, nasihat ka pak ati këtu se nuk ka nevoj qatë shumë me shtrengu ju se derja është haram. Kinse na për shtrengojmë ata se derja është haram. Pse? Ju apo thoni Allahu ka falë çdo send, apo thoni? Po be po thojmë, çdo send e ka kriju Zoti. Leçi e ka kriju, po nëse don me hime mua në landën e besimit në këtë kod pak më thellë, ai është Allahu i jon që e besojmë në, i cili se di këta kam dëshim se kemë marrë nërmend kur dilësh për xhamie kemë përzi. Këtë që tash ka ta them tash. Këtë ka me të përzi. Pse si janë zanë si shkollës për atë? Para se ti krijon sendet i din çish kanë qenë kur kanë qenë të pakrijuara. Masi ti krijon ai din të krijuara ku janë dhe si janë, kur të vendos ai me i zhduk, pastaj masi ti zhduk i din, masi ti zhduket të zhdukura si kanë me qenë. A ke majt men? A më në përstrit me ta dhënë 1 minutë? Jo 100% jo. Po kështu është çështja, pra këti ka krijuar Allahu xhalla xhelaluhu xhalla shanu në rregull. Edhe derën, edhe atë ka krijuar. Po pse peshtrenoni çat shumë? Po një herë me një tribun njonit ka vitin 90 i thash. Po mirë bre, ti si t'jeshe kaq i mençur, e nëse je kaq i ditur, unë po të shoh se qenë ke një talent i veçantë, edhe kam lakmi të talentat i dushum, a ban me të pyet një sen pra. Po sa pyet rahat, çdo pyet lirisht, e mos i lirisht po të pyet pra. Kur të vinë misafir ti shka ju marron, sa kinsh dele. A ban me therrun e ti e ndark një natë me ta pre një matë se dhat, Allah e ka kriju. Me ta kavërdiz mirë. A ban me ta pre një qenë pit dëmit kur të vishte une, se dhat, Allah e ka kriju. Një kitër, a ban me ta pre. A ban me ta maru një vend zogzës një kelps. Edhe këto i ka kriju kejtë Allah, këto të asnjat e kuvat që sa maru piktive. Kejtë këto zote i ka kriju, tha, ledha, qështu tha, më këmyt, tash të kam gjallë. Nuk ka qenë i mitur, deri tash ke qenë pa shpirt. Unë tash të kam di mu që t'jesh i gjallë, të dish me mendu, se nuk janë sendet shi mendon t'ja ashtu.